Dhe nuk mundet do të barti Karagjozllëkun e një politike që për 30 vjet në emër të patriotizmit dhe të nacionalizmit e ka përdorur Kosovën, i ka përdorur viktimat e spastrimit etnik, i ka përdorur dhimbjet dhe nostalgjit për llogaritë dhe sapet e pazarit mizerabël këtu të Tiranës. Por nuk duhet t'ja vini re, dyshoj se do të ketë të tjerë që do ta përmendin dhe do të merren seriozisht me raportin e Dick Martit, me orkestrimin e një procesi i cili i dha jetë një gjykate speciale e bazuar në raportin e Dick Martit dhe sot, po ajo gjykatë speciale, prokurorët e cilës kanë ngritur akuzë, nuk ka asnjë fakt. Zero. Sepse këta e kanë votuar raportin e Dick Martit në Këshillin e Evropës. Historia e ka këtë të keqe. Historia, pikërisht kur ti mendon se e ke lënë pas, të vjen përpara. Njëherë nuk kalon dot oqeanin, se të vjen historia përpara. Pastaj nuk kalon dot kanalin e Gibraltarit, se të vjen historia përpara. Dhe ja ku historia vjen përpara, vota pro e Partisë Demokratike të Shqipërisë për një raport i cili ka çuar në Hag jo disa persona, as disa udhëheqës të një lëvizje çlirimtare që nuk ishte as një ushtri e organizuar, as një strukturë e ngritur mbi zinxhir komandimi, po ishte një rebelim. Siç do thoshte Fanoli, i katundarëve dhe i punëtorëve, që morën në një moment pushkën dhe thanë mjaft, është mjaft. Jo. Kanë çuar atje Kosovën. Kanë çuar atje përmes Hashim Thaçit dhe të tjerëve, po këta burrat që vinë këtu tregojnë lepujt në përbarqe dhe tregojnë këtu macet në përçarqe, këta nuk ja përmendin dot emrin Hashim Thaçit. Ta. Dhe disa të tjerë këtu e kanë kthyer Hashim Thaçin në një tradhtar autokrat korruptuar që duhet shkojë ta dënojë sa të ketë fuqi. Gjykata speciale, sepse pas ka dashur të t'ju ndaj këtyre Kosovën. Këta Kosovën e ndanë veç kur i çonin naft asaj makinerie që bënte atë pastrimin etnik, që sot na kujtohen në vitin 2022 këta, që ta kthejmë në një këngë me dajre e me daulle këtu, ne, me këta trimat, me këta që i gjuajnë me gur njëri tjetrit. Është shumë e sikletshme, pa tjetër, se normalisht sot të gjithë së bashku duhet flisim për këtë, dhe duhet merreshim me këtë, sepse është e qartë që kjo nuk është një rezolut e zakonshme. Është një rezolut ndryshe nga të tjerat, sepse është fillimi i një rruge që do të shkojë në Strasburg. Kjo rezolut synon të lëviz Këshillin e Evropës, jo të lëviz ujërat e ndonjur të knetës shqupit. Jo, këta nuk ka... Këtë kujt i flasë? Kujt i flasë? Këta kujtojnë se kanë atë dhe. Këta nuk kanë atë dhe. Këta nuk kanë as din dhe as iman. Sepse, kur marrin mikrofonat, tjetërsohen. Nuk janë njerëzit që janë në rrugë, janë njerëz normal, profesora, doktora, tjetërsohen. Se thonë, kështu e ka politika. Kështu e ka politika. Ngulja thikën kujt mundesh, sa të mundesh, nga të mundesh, madje po e hëngri dhe vendi yt s'ka problem.
Rëndësi ka që vendit marri me vete atë që ti duhet të rënosh. Kështu i ka mësuar Baca, nga i cili kujtojnë se ndarë. Po flasit njësoj. Pesi tha, kemi dy rezoluta identike. Pse i kanë identike? Se janë identik. Prandaj, po tani i kanë ndarë Amerika. Se janë ca që spysin për Amerikën, janë ca tjerë që kanë frikë se mos i ndodhë në gjë Amerikës dhe po e mbështesin. Këta. Dhe po të shikosh gjithë historikun e rezolutave, është ajo që u thash. Sa herë kanë këta i problem me vrap të zhvarrosin kockat deri në Srebrenicë. Pa pritur e pa kujtuar, ju kujtohet Srebrenica. Dhe pastaj hynë në garë, kush kap dhe kush bluan më shumë kocka nga ato të Srebrenicës këtu, në parlamentin e Shqipërisë. Barbar, komplet. Barbar firmato, gjithë. Ju kujtohet Kosova këtyre dhe ju kujtohet t'i bie Slobodan Miloševićit, që është në botën tjetër, sa herë që kjo bota këtu, bota reale, ju lëviz tokën në këmbë. Dhe kështu është historia e këtyre rezolutave. Çka? Dëgjoj, se më son në gjë. Dëgjoj. Mojzonj. Këtë po them që pikërisht pse hynë fëmijët, unë ndërpreva sepse është një temë që s'është për fëmijët. Megjithatë s'ka problem, ndoshta jeni akoma në gjumë dhe nuk e keni ndjekur fjalën time dhe nuk po më ndiqni. Jemi përpara faktit se qysh prej vitit 2011, kur Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me votën dhe të Partisë Demokratike në atë kohë, që ta theksojmë këtë se është e rëndësishme, dhe me votën kundra të Partisë Socialiste dhe të deputetit Shpëtimi Drizi, ka miratuar këtë raport monstruos dhe sot fakti është që asnjë nga misionet dhe asnjë nga hetimet e organeve drejtësisë vendase apo ndërkombëtare nuk kanë gjetur asnjë fakt, asnjë provë që të vërtetoj asnjë nga akuzat apo pretendimet e ngritura nga zotëria në fjalë. Dhe këtu është momenti për ta thënë shumë qartë që kjo nisëm, të cilën ne do ta çojmë deri në Strasburg, nuk ka asnjë synim për të interferuar me procesin e drejtësisë që zhvillohet në Hag. Proces i cili sot zhvillohet sepse në gusht të vitit 2015, pikërisht Hashim Thaçi në krye, si gjithmonë, bashkë me gjithë të tjerët, në anën e akuzuar aso kohë në parlament, miratuan krijimin e dhomave të specializuara për ndjekjen penale mbi ato pretendime. Dhe ato ishin objekt hetimi me kohë e me vakt dhe vazhduan të jenë objekt hetimi, por fatkeqësisht për Kosovën, fatkeqësisht për Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, fatkeqësisht për Shqipërinë dhe për të gjithë shqiptarët që kanë atë, që kanë fe, që kanë din dhe iman, dhe për turpin e këtyre që e votuan atë raport atje në Asamblenë e Përgjithshme të Evropës, Balta mbuloi dynjan, ndërkohë që asnjë provë nuk u gjet.
azyra e prokurorit specializuar, që u kryua për të tetuar dhe ndjekur penalisht për ato krime të supozuara në raportin e Dick Martit, në asnjë prej hetimeve, dhe në asnjë prej aktakuzave që u ngritën ndaj udhëheqjes së UÇK-s, nuk përmend asnjë rast, zero, që lidhet me trafikun e organeve njerëzore. Dhe flasim jo për akuzat një raporti do si do, po për akuzat e raportit që i dha jetë dhomave specializuara. Për ato u ngritën. Ne, dhe për i të vërtetës në këtë rast, se kanë që kanë, në këtë rast e vërteta është që i është hapur rrugë nga qeveria shqiptare dhe përpara dhe më pas të gjitha llojeve të hetimeve, kontrolleve, skrutinimeve, shtëpia verdh, zero, asgjë. Trafik organesh njerëzore në një shtëpi që ishte në fund botës, pa rrugë fare, ndërkohë që dihet shumë mirë se çfarë kushtesh duhet jenë për të kryer veprimtari mjekësore të këtij niveli. Zero. Shqipëria sot ka detyrën të veprojë. Pse sot dhe jo dje? Sepse sot kemi aktakuzën. Sot lexojmë e zeza mbi të bardhë se për çfarë akuzohet Hashim Thaçi dhe udhëheqësit e tjerë që janë atje të kyçur në një proces që nuk është çështja jonë, pavarësisht se unë nuk mund mos e them që është unikale në historinë e botës që një president në detyrë të merret peng pa akuzë, të mbyllet brenda pa akuzë, të rri një vit pa akuzë. Kjo është unikale. Këtë imagjinoni t'i marrin presidentin një vendi tjetër dhe t'ia mbyllin pa akuzë. Megjithatë, këtë unë s'mund mos ta them, por kjo nuk është çështja e rezultatit. Të vëmë në vend nderin e këtij kombi, e kombit shqiptar në Shqipëri, Kosovë, kudo ku janë shqiptarët, se nuk mundet kurrë ne ta pranojmë që ky komb i jep jetë. Një lëvizje çlirimtare që na qen nga një njësi terroriste, kriminalësh që merren me trafik organesh. Njësi terroriste UÇK-n e ka quajtur një i vdekur, që është këtu dhe vjen vërdall dhe kujton se është i gjallë, së bashku me këtë parti këtu, dhe dëgjuat atë që ka qenë kryetar 8 vjet ai tjetri, se kështu është kjo, bën baba të ngjaj, asnjë fjalë për Dick Martin, asnjë fjalë për Hashim Thaçin, asnjë fjalë për UÇK-n, vetëm për Slobodanin dhe për mua. Ja, këta janë ta. As du ndin, jo për Kosovë, e për Shqipëri. Po këta s'du ndin për asnjë gjë tjetër, përveç se për karrige me trafikimi. Dick Marti as nuk u paraqit fare, madje tha kam imunitet. Po unë nuk e kam fare me atë zotrinë, se as nuk e njoh, as nuk dëshiroj ta njoh. Po unë e kam me faktin që ky proces e ka zanafillën në Kremlin. Ky është fakti. Dëgjoni se çfarë thon sot përsëri nga kanalet e propagandës Kremlinit për Donbasin. Dhe çfarë akuzash ngren sot për batalionet e rezistencës Ukrainës, trafik organesh njerëzore. Dhe këtu nuk po bëjmë një spekulim, një teori konspiracioni. Taulandi në prezantim e tha shumë qartë, është një person me emër dhe me mbiemër, antar i Këshillit të Evropës, që e ka avancuar këtë tezë. Dhe pastaj ka dalë një zviceran që i ka dhënë tezës një fytyrë neutraliteti. Dhe sot Shqipëria ka drejtën të flasë me zë të lartë, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar. Pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse Shqipëria pavarësisht faktit që raporti nuk duhet ta kishte votuar, sepse
nuk duhet ta kishte votuar asnjë shqiptar atje. Po ishin të dërguarit e të vdekurit që kujton se është i gjallë dhe votoi. Shqipëria nuk i pengoi për asnjë sekond të gjitha hetimet. Nuk pengoi për asnjë sekond asnjë lloj grupi specialisti hetusi të ardhur nga kudo qoftë për të krijuar kushtet që hajde shifeni. Se e futën dhe Shqipërinë në këtë proces. Dhe është dero. Tani Shqipëria ç'do bëj këtu? Do rritë merret me këta. Që edhe këtu duan të fusin prap kunjat e tyre. Duan të fusin sherrin midis Shqipërisë dhe aleatëve. Në emër të patriotizmit të tyre absurd, që vetëm patriotizëm nuk është. Jo. Shqipëria do të merret me reputacionin e cënuar të popullit shqiptar, të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe të shqiptarëve kudo që janë, dhe do ta bëj këtë me dinjitet deri në fund me aq sa ka mundësi. Zëri i Shqipërisë do të dëgohet në Strasburg për këtë çështje dhe Dick Marty sot nuk është më antar i asamblesë, ne se kemi fare me Dick Martin tashti, ne kemi me reputacionin dhe dinjitetin e një asambleje të Qytetit të Evropës që është quar e ka votuar. Dakor, e kanë votuar se kanë menduar që duhet hetohet. Por ndërkohë, ky proces hetimesh nuk ka sjellë asnjë drejtësim i viktimat e presupozuara, por ka bërë viktima figurat kryesore të UÇK-s. Sepse i tillë ka qenë edhe qëllimi fillestar i atij rusit që nuk flisën në emrin e vet. Dhe ka bërë viktim jo disa persona, ka bërë viktim botërore. Ushtrin shqiptar të Kosovës, një nga momentet më të rëndësishme të krenarisë kombëtare shqiptarëve. Një nga shëmbulltyrat e krenarisë. Për çfarë janë krenar këta? Këta për çfarë janë krenar? Çfarë krenari? Nga ju buron krenaria e këtyre? Apo që i kanë vënë Shqipërisë vulën e non gratës, mund lulet ballit, mbasi e kanë qeverisur nuk e di sa vite. Për çfarë? Shkojnë e vinë këtu. Çfarë krenar? Ku e kanë krenarin? Kur flasin këta flasin për luftën, se duan, ju duket sikur marrin pjesë në luftë, kur flasin për luftën, me fjalë. Krenarin këtyre neve të gjithëve, kur flasin për Kosovën, na e jep vetëm një gjë. Lufta. Që nga Ibrahim Rugova tek Hashim Thaçi. Kurse këta e duan Hashim Thaçin të varur për këmbësh, për arsyet politikës tyre dhe të perversitetit patriotik. Një gjë që nuk e bën asnjë kom, nuk e bën asnjë popull, nuk e bën asnjë forcë, organizatë, shoqëri, shoqat që për hir të hesabeve të brendshme të shkojë të kërkojë të thehen vëllezrit rrugët botës. Por e bën një gogol që vjen vërdall këtu bashkë me hijet që i shkojnë nga mbrapa. Dhe sigurisht që nëse raporti do të mbetej thjesht personal, do ishte një roman horror për një luftë, po ai s'është raport personal. Dick Marty s'është më. Është një emër, s'ka rëndësi. Është raport i miratuar nga Këshilli i Evropës ku ne jemi antar. Dhe unë jam shumë krenar që mund të bëjmë kaq. Në krahasim me pafundësinë e gjës që ka bërë Hashim Thaçi dhe që kanë bërë udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kaq. Shqipëria të flasi në emër të gjitha atyre që janë poshtruar, në emër të Ademi Asharit që këta e përmendin sa herë ju duhet të bëjmë propagandë këtu dhe të thonë ne jemi kosovarët e vërtet këtu në parlament, ju jeni serb. Po Ademi Ashari nuk ka nevojë për lëvdatët e këtyre dhe as tonat. Ademi Ashari ka nevojë të mbrohet nga ky raport, sepse është bërë pis gjaku i Ademi Asharit dhe i familjes së tij, duke i përfshirë dhe ata në një lëvizje që ka marrë me trafik organe shqyrtëzore.
dhe deri tek heroi dhe dëshmori i fundit të UÇK-s, dhe deri tek gjitha nënat dhe motrat që qajnë djemtë e tyre të vrarë në luftë, dhe deri patjetër tek Hashim Thaçi. Tani që ju da votoni rezolutën, që nuk diskutohet. S'keni asnjë rrugë tjetër. Që ju nuk keni kuptuar asgjë nga gjitha ato vite që keni qenë në pushtet, kjo nuk diskutohet. Që ju vazhdoni të mos kuptoni asgjë dhe kjo nuk diskutohet. Por një gjë është e sigurt, që historia del përpara. Historia, pikërisht kur ti mendon që e ke lënë pas, e gjen përpara. Siç gjen sot përpara ky parlament, bishtin e shtrëmbur që vajti në asamble, Partinë Demokratike, dhe me urdhër nga Baca i Madh, hapi rrugë për gjithë të poshtrim. Jo se do ta ndalonte mbase, por se nuk duhet përfshihej. Siç bëm ne, Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe një gjë historia e ka thënë shumë qartë, dhe po e thot edhe sot këtu. Edhe nga ky debat që u bë, edhe që jam i bindur të vazhdoj, se këtu sa herë që flitet për Kosovën, zgjohen gjithë gogolat shqiptarë. Historia ka thënë që Partia Socialiste ka një bilanc absolut në raport me interesin kombëtar. Nga dita 1. Absolut. Ndërkohë që bilanci i asaj që quhej Partia Demokratike, dhe që tani është një tuf varkash druri, që vini këtu dhe ju të njenë mendja që përballeni me një anije. Një tuf varkash me lopata jeni. Oqeanin e harruat disa, tashti do harroni dhe Gibraltarin disa. Dhe shumë shpejt do harroni dhe Adriatikun. Mbani mend fjalët e mia se mua më dalin fjalët. Dhe vazhdoni thuajini shqiptarëve që ne nuk pyesim se dinjiteti dhe sovraniteti. Cilin dinjitet dhe sovranitet mbroni ju? Në emër cili dinjitet dhe sovranitet flisni ju, kur ju e keni fikën në gojë sa herë që ju duhet t'ja ngulni Kosovës? Çfarë dinjiteti keni ju? Sa herë ju duhet t'ja ngulni Kosovës dhe me fikën tuaj e keni përcjell presidentin në detyrë të Kosovës për në Hag. Ju. Historia tregon që ju e furnizua Slobodan Miloševićin. Nuk e furnizoi Partia Socialiste. Ju. A ka hikur ajo nuk ikën kurrë, sepse historia nuk ikën kurrë. Historia të del përpara. E pesi doli përpara historia, mblidhen dhe del dhe thot, je i pa dëshirueshëm. Non grata, mbaroi historia jote, ik tashti, sepse vjen historia përpara, se mblidhen gjërat, çoi naft Milos atje. Çoi kthej dhe bëhe Hashim Thaçin dhe UÇK-n terrorist marksist leninist. Dhe kush i bën? Kush i bën në emër të kujt? Dil nga ana tjetër dhe bëj çorapin çorap. Futu andej dhe kthej Shqipërinë në punë private. Dhe vjen historia përpara, thot prit mor vlla, se ti je i fortë shumë, o Bayraktar, po historia është më e fortë se ty. Dhe ja si vjen. Vim te Dik Marti, vim tek raporti i trafikut për qenieve njerëzore dhe del historia përpara. Si nisi kjo punë? Na e pas kanë nisur nga Kremlini. Po si vazhdoi kjo punë? Na e pas kanë votuar këta. Si ecën kjo punë? Ja si ecën sot prap. Asnjë fjalë.
për Dick Martin, as një fjalë për trafikun e qeverisë njerëzore, as një fjalë për Aship Thaçin. Krenar për luftën, si krenar? Qa krenarie keni ju për luftën qofse juve nuk keni kurajo të respektoni komandantin e UÇK-s? Qa jeni ju? Jo atje, po në rrethin e 9 të ferrit e Aship Thaçi, ju të gjithë, bashkë ne të gjithë do t'i ngrihen këmbë sa i përmendet emri. Qa jeni ju? Qa krenari? Qa jeni krenari ju? Për Bacën Adem. Bacën Adem, hajde mbrojeni këtu duke i dalë për çdo të Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe duke shkuar në Këshillin e Evropës duke i thënë shqiptarët nuk bëjnë lëvizje shqiptare për të bërë trafik organesh. Po ju jeni gati të shkoni në Këshillin e Evropës të thoni shqiptarët janë mafje. Shqipëria është mafje. Dhe vetëm ju do na shpëtoni. Mirë po ndërkohë që ju përpiqeni ta shpëtoni, ç'a ndodh? Non grata, të padëshirueshëm, dhe të padëshirueshëm për kë? Për kë? Për Slobodanin? Jo, Slobodani keni dhënë naft ju. Slobodani edhe sot rrotullohet në varr nga kënaqësia që ju ka akoma juve këtu, në formë gogoli. Po ama ju ka. Për çfarë? Për çfarë tjetër? Kujt? Nga kush? Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe së shpejti vjen gjëja, afrohet, vjen të gadishulli i madh britanik, dhe pastaj do vi këtu. Ju çfarë bëni ju? Ju do rrini këtu do luftoni për sovranitetin. Për sovranitet në kujt? Për ta përdorur flamurin e Shqipërisë si leck, si gjerë figu, që të mbuloni mëkatet dhe të mbuloni organin kryesor të mëkatit që e keni në trupin tuaj. Ja, kjo është historia. Dhe që mos vazhdojmë me këtë çështjen e organeve. Faleminderit shumë. 29 minuta janë shpenzuar nga grupi, kështu që kryetari i grupit bën. Vejojmë fjala për zotin Fatmir Mediu. Jo, nuk ka procedurë, jemi në seancë me kohë kufizuar, kështu që vijojmë. Kam dhënë fjalën zoti Berisha, mos zini foltore, në kohë kam dhënë fjalën zotit Mediu. Ju e dini shumë mirë, ne gjithë e dimë shumë mirë se për qa përdoret Kosova këtu dhe me kë e kanë këta. Ndërkohë që dëshiroj ta falenderoj sinqerisht zotin Mediu dhe jam jo 99, po 100% dakord me frymën e diskutimit të tij, por dua të bëj edhe një herë një nënvizim shumë të rëndësishëm sot në këtë ditë. Kockat e Srebrenicës dhe gjaku i Kosovës nuk janë materiale për supën e foltores. Dhe as për çorbën e këtyre të nën foltores. Varet masive dhe gjaku dhe nderi i ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk janë menu ku fut hundët generali juaj i ushtrisë vdekur, që do të mbledh këtu të tëra kockat e Ballkanit për t'i bluar me demek në emër të kombit dhe dignitetit kombëtar. I pa dëshiruar me certifikat, dhe certifikat të vullosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
me vull dhe me firmë. Dakord? Dhe oqeanin iku. Tani ikën Gibraltari, kanali La Manshit. Mbyllet kontinenti. Si mund ta katandisni ju gjitha të lëvizje demokratike, gjitha të histori në thesin me kocka të një të vdekuri që sillet si i gjallë dhe vjen vërdall. Si? Dhe kjo ka shumë rëndësi, sepse Kosova, sepse ushtria shqiptare e Kosovës, sepse gjaku i të gjitha viktimave dhe i herojve dhe dëshmorëve të Kosovës përdoret për atë thes. S'ka lidhje fare, ç'ne nga doli kjo kujtes, ndërkohë që ne duhet merremi me këtë, me raportin e Dick Martit, që është akoma një raport i vulosur, i firmosur pasi është votuar në Këshillin e Europës, në Asamblenë e Përgjithshme, dhe ne duhet i themi Asamblesë së Përgjithshme, rrëzohet këtë raport tani. Jo se themi ne, po sepse e treguan gjitha hetimet që ky raport është i pabas. Me këtë duhet merremi ne. Nëse vërtet duam të merremi me mbrojtjen e krenarisë kombëtare dhe dignitetit kombëtar. Dhe absolutisht nuk është vetëm Hashim Thaçi, po pa Hashim Thaçin, kush heq Hashim Thaçin nga historia e asaj lëvizje, thjesht dhe vetëm i ngul një thik mund fyt Kosovës, i ngul një thik mund fyt popullit Kosovës dhe shkel mbi gjakun dhe pështyn mbi kockat e gjithë herojve dhe dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk i takon njeriu këtu të hapi gorën mbi Hashim Thaçin. Aq më tepër sot, se nuk jemi duke kritikuar presidentin e Kosovës. Jemi duke folur për një gjyq ku është ngritur një akuzë që shkon përtej personit. Sa për drejtësinë që juve e keni shumë merak, e di, drejtësia ka qenë shqetësimi juaj. Drejtësia ka qenë kredoja juaj. Drejtësia ka qenë lufta juaj. Dhe prandaj përfunduat që udhëheqësin tuaj e keni non grata sot, sepse jeni marrë me drejtësinë. Prandaj përfunduat që liderin legjendar e keni non grata. A e kuptoni se sa e rëndë shkjo apo jo? Keni non grata, sepse ju ka udhëhequr një i korruptuar në përmasa domethënëse dhe një minus i demokracisë, dhe këtë s'po ja them unë. Dhe ju e vazhdoni cilën drejtësi? Ju flisni për drejtësi. Çfarë drejtësi e flisni ju? Ku keni gojë të flisni për drejtësi? Dhe më e bukur është që dhe kur ju vjen goja, ju vjen mbrapsh. Se menduam që ju erdhi goja, jo, mbrapsh. Mbrapsh gjithë. Mëk. Prandaj, duke mbështetur atë që tha zoti Mediu, dua edhe të sqaroj që çështjen e sigurisë në rajon dhe çështjen e përfshirjes Kosovës, jo me llafe. Këto po armatoset ky, po armatoset ai janë folklor. Këtu çështja është si përfshihet Kosova në mekanizmat e sigurisë NATO-s. Dhe partneriteti për paqe është një mekanizëm, por mos harroni që Kosovën ka disa vende anëtare në NATO, të cilat nuk e njohin akoma. Dhe juve që doni kaq shumë Kosovën, thirrni mendjes, o njerëz, thirrni mendjes. Mos e përdorni këtë këtu, nuk është ky parlamenti i Shqipërisë, juve të vini të ndizni zjarr që të fërkoni duart duke marrë në përgojë Kosovën duke bërë si patriot, sepse çdo zjarr që ndizni ju këtu me demek në emër të patriotizmit, që ju do t'i thoni fjalën e fundit Miloševićit, mbasi Miloševićit i kanë mbetur vetëm kockat, është një zjarr që djeg Kosovën në sytë e atyre pa cilët Kosova nuk bën dot gjap, jo hap, që janë ata që e krijuan shtetin e pavarur të Kosovës. Adem Jashari, Hashim Thaçi dhe gjithë tjerët, duke nisur nga Ibrahim Rugova fillimisht, krijuan premisat, po pa ata cipe ju sot i tregoni Sorosin e i tregoni gomallëqet më të mëdha që mund të pjelli mendja
e një bajraku të izoluar, nuk bëhe Kosova. Kështu që me ata, ne duhet jemi kështu, në qoftë se duam ta çojmë përpara këtë sfidë. Në qoftë se duam që ta shtymë përpara agjendën kombëtare. Po ju jeni nga ata që luftoni me gjakun e tjerëve. E keni treguar këtë. Ju jeni nga ata që luftoni me viktimat e tjerëve. Ju jeni ata që luftoni me dëshmorët e tjerëve. Ju jeni ata që luftoni me herojtë e tjerëve. Ju jeni ata që kujtoni se luftoni duke vënë lule ke monumenti Ademi Asharit. Edhe duke ngul thikën Hashim Thachit, sa herë ju është dhënë mundësia. Çfarë luftarësh jeni ju? Çfarë luftë keni bërë ju? Çfarë luftë keni bërë ju? Çfarë luftë keni bërë ju? E gjithë lufta juaj ka përfunduar. Hapni një luftë të re. Ka përfunduar me një lule mund ballë të padëshirueshëm. Mos keni iluzione. Nuk e merrni dot ju botën në përkëmbë. Mos u bëni si ata, se ata s'kishin internet, ata që gjimonin Haxhi Xhamilin. Kur i thoshte sa të kem sharrën edhe shijakun me vete nuk pyes për Londrën dhe për Parisin. Po ata s'kishin as internet, as Google Earth, ata s'dinin ku ishte Earthi. Ju e jeni të gjithë firmato, jeni të gjithë me pasaporta diplomatike, jeni të gjithë që flisni për të ardhmen e kombit. Edhe çfarë bëni? I gjimoni Haxhiu 3, i gjimoni Xhikes dhe Likes, që ju thonë ne s'pyesim për Amerikën sa të kemi dinjitetin dhe sovranitetin, dhe që gjithë luftrat i kanë bërë me dëshmorët e tjerëve, me viktimat e tjerëve, me gjakun e tjerëve, me kockat e tjerëve. E po ky parlament, sa të jemi ne këtu, nuk bëhet vendi ku të vi gogoli juaj bashkë me ju që i shkonin mbrapa, e të bluaj kocka nga Srebrenica, e nga Kosova, e të pi gjak nga gjaku i atyre që sot janë në përjetësi, por që ne këtu që jemi të përditshëm nuk jemi të përjetshëm, në atakon t'ja u mbrojnë pacënuar të përjetësi. Fjala për zotin Tomor Alizoti, 4 minuta në dispozicion. Zoti Alizoti, fjala për ju. Nuk u përmend as emër as mbiemër. Se sablën ftyra, o buraca, oj pa ftyrë, oj pa erë, oj pa ndërë, i thuaj jetë të lakë fjallën të tërgojnë që të ka shmenë 7 politë. Zoti Berisha nuk ka fjalë për replik tani. Jemi me kohë kufizuar, kemi filluar diskutimet. Zoti Alizoti flet vetë, Zoti Boçi. Po, Zoti Alizoti, fjala për ju. Me që ky parlament është kthyer në një teatr, unë nuk kam dëshirë të jem në pjesë të teatrit dhe fjalën e kaloj me kënaqësi duke qenë një demokrat i vjetër dhe jo një njeri që vite ka bllogu, ja kaloj me kënaqësi Zotit Berisha dhe mund të marrë kohën tim. Po hapur më është mikrofoni, mori kohën e Zotit Alizoti 4 minuta. Së pari dhe njerë do të theksoj se kur djemët e Kosovës flionin jetën dhe derdhin gjakun, kur Ademi Ashari shdoj prekazin në kruj të vërtet, parafolsi i dekonfiguruar dhe i shtruar në një pacient të pamjekuar, shiste ikona të vjedhura dhe spiononte emigrant në Paris. Shiste ikonat vjedhura, edhe njëherë këte ka thënë Fatosnano, është deklarat e Fatosnanos. Përsa i përket
Përsa i përket arrestimit Hashim Thaçit, duhet ju them sot të vërtetën. Në proces të arrestimit të Hashim Thaçit qëndron një trinom, Kremlin, Beograd, Tiranë. Ky e mori, e futi Hashim Thaçin në spiralet e ndryshimit kufive në Ballkan. Ky sugjeroi Hashim Thaçit të shtërngonte duart me Putinin. Ky, bashkë me Ymer dhe klost e tij, janë burime, shpifjesht pa fundme. Edi Rama pra, në një spiral, futi udhëheqjen politike të Kosovës në një spiral, e cila në mënyrë absolute ndikoi në proces në arrestimit të tyre. Unë do të diskutoj më vonë për të gjithë të vërtetat e raportit Dick Marty, për të gjithë të vërtetat e hetimeve. Faktikisht çdo gjë është me dokumenta, por ky që do të bëhet tani patriot, absolutisht me baton Haxhiun, janë dy promotorët e arrestimit të udhëheqjes politike të Kosovës. Këta morën fushatën e anullimit dhe asgjësimit të gjykatës ndërkombëtare, gjë e cila tregonte indirekt se po përpiqen për të fshehur fajësitë që s'ekzistonin. Pranaj dhe hidhe dhe kërcen këtu, sepse e din që në çdo variant del thjesht një argat dhe vasal i Aleksandr Vučićit. Sepse e din se në çdo samit është i damkosur si argat i tij, jo për Kosovën, për Kunazi, por për planet e Vučićit, përpiqet në çdo samit t'i bëj retushin. Por këto janë njëri aspekt. Aspekti tjetër është shtat korriku. Kur se keni pa në këtë platformë, nuk po duhem me përdor termat, por po them këtu të shkonfiguruar, të shpërftyruar, si që doli kësaj here. Qëndrimi ynë është pa diskutim ai që ka qenë gjithmonë, dhe unë e kam shprehur, do ta shpreh jo këtu, në organizate e Kombeve të Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin Evropian. Berisha mbaroi kohë. Dhe kur populli thotë, po vole nuk thot në pension, po thot në Tirus, atë do shkosh. Dhe çdo djeri që ke bërë, do të dali për humbs se meriton, e vjedhur sa askush në asnjë vend dhe në asnjë klasikon. Me propozim të kryetarit të grupit parlamentar, 8 minutat e kohës të grupit janë ndarë midis zonjës Kodheli dhe zotit Majko. Fjala për zotin Majko, 4 minuta. E nderuar kryetare e seancës, të nderuar deputet. Sot Kuvendi i Shqipërisë
është ftuar për të miratuar rezolutën mbi papasueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e palishëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri. Në Komisionin e Politikës Jashtme, pati diskutim për faktin se në kuvend janë depozituar edhe 2 kërkesa nga deputetët e Partisë Demokratike për miratimin e rezolutës për genocidin e kryer në Kosovë. Këto kërkesa të Partisë Demokratike vinin në pikpyetje qëndrimin e mparshëm të shtetit shqiptar për këtë çështje. Rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë janë platforma ku e kaluara informon të tashmen dhe jo një gjendje emocionale për të vënë në provë njëri tjetrin. Opozitës ju propozua që qëndrimet e saj për genocidin t'i përfshinte në rezolutën që është sot për diskutim. Ky propozim nuk u pranua. Qëllimi i rezolutës propozuar nga Partia Socialiste, siç u tha, është ndërmarrja nga shteti shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës i veprimeve për rishikimin e rezolutës numër 1782 të vitit 2011 për ta shtuquajturin trafikim të palishëm të organeve njerëzore në Shqipëri dhe Kosovë.